Pra prokurorat e ushtrisë është shumë domethënëse. Pavarësisht se ata i kanë marrë me një afat ose me një euro, ose me një afat 100 vjeçar, 99 vjeçar, por e dihet që këto prona janë prona të cilat nuk mund të merren aq lehtë. Pa me qenë se ne jemi dhe pjesë e NATO-s, duhet merret konfirmimi. Tu janë bërë gjitha të veprime në kundërshtim. Por unë mendoj që jo pa qëllim, pra ka fillu SPAK-u punën e tij, por të diktuar nga jashtë, nga institucionet ndërkombëtare, jo institucionet shqiptare. Sepse institucionet shqiptare i kanë mbuluar deri tani. Zoti Pietra, të kalojmë pak në raportimin që kreu i SPAK-ut Altin Dumani bëri në kuvend, konkretisht në Komisionin e Ligjeve. Ju si e keni lexuar këtë raportim dhe çfarë ka bërë realisht SPAK-u deri tani? Edhe kjo, pra, mban peshën e institucioneve ndërkombëtare. Thirrja e Altinit ose shkuarja e Altin Dumanit në Amerikë kishte një qëllim dhe siç duket një nga këto detyrat ishte edhe kjo historia e kësaj çështje, që tashmë këtë çështje automatikisht vetëm se vonon, por ama nuk e harron Amerika këtë çështje, sepse të ndërhysh në institucionet e mas sekrete të inteligjencës do të thotë që pra një kryeministër ose një person në Europë arrin të kompromitoj, arrin të bëjë ca veprime të cilat ai mund të ketë marrë edhe shumë informacione të tjera që me ndoshta dhe kanë frikë ndërhyrjen e Ramës në këtë çështje, sepse Rama nëpërmjet tij mund të ketë informacione të paimagjinueshme. A mendoni se SPAK do të vijojë në të njëjtën linjë goditje dhe kapaciteti edhe pas ikjes së Altin Dumanit? Po SPAK-u nuk më thot me një mua që ka lidhje fare, ky është emër SPAK formalisht, nuk është se ka se ata prokuror janë, dhe një pjesë e prokurorëve aty janë vetëm kukulla dhe janë prokuror të ushtar të qeverisë Rama. Dhe nuk është se kanë ndonjë inteligjencë për sa i përket rastit. Ata thjesht do vazhdojnë, do mundohen që të zbatojnë ligjin, por do mundohen edhe ta shmangin ligjin me urdhra politike, nëse gjithmonë. Kjo është e rëndësishme, kush prej tyre do ta ndjek procesin e Ramës, apo të qeverisë, apo këto proceset e ushtrisë, kush janë prokurorët që mund ta ndjekun. Aty pak prokuror ka si janë të pa bindshëm, sepse nuk i kanë lënë të bindurit, asnjëherë i kanë larguar nga vetingu nëpërmjet formave tyre. Dhe jo pa qëllim rrinë të qetë sot ata jashtë rrugëve Tiranës, sepse e kanë të sigurt, sepse nuk mund t'i arrestojnë për arsye të bizneseve, për arsye të konfliktit interesit, për arsye të tjera të cilat populli i din dhe ne nuk i dim as mirë sa i din populli. Si mendoni, a do ketë goditje nga ana e SPAK-ut në nivelet larta të qeverisë, por edhe në radhët e opozitës me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut? Tani me ato që janë diskutuar dhe fol, sepse këta kuptohen se cilat janë çështjet më të nxehta, pra, dhe kjo pranaj varet nga prokurori i çështjes i cili do e marrë ose do i caktoj, por po donë këta për ta kontrolluar mirë situatën, bajnë me short elektronik dhe jo me ndarje, se kush do jetë personi për në qoftë se do të ketë, ose mund ta ketë filluar një nga prokurorët me kohë dhe mund të ketë 2 vjet, 3 vjet që e mban çështjen pa emër, por ama në nënhetim. Dhe mund të jenë edhe prokurori vetë, ose mund të jetë caktuar prokurori i cili do mbyll dhe do grisë akte, por për sa i përket çështjes të Amerikës, ata nuk mund t'i mbyllin, nuk mund t'i fshehin. Nësa për çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin në qeveri, automatikisht ata i fshehin se s'e kanë problem fare. Ndërkohë,
që pasardhjes në shtëpinë e bardhë të Donald Trump, duket se ka marrëdhënie të ngrira mes qeverisë shqiptare dhe administratës së Donald Trump dhe përveç Altin Dumanit që zhvilloi një vizitë zyrtare atje, asnjë prej eksponentëve të qeverisë, përfshirë këtu edhe kryeministin Edi Rama, nuk ka takuar zyrtar të lartë të qeverisë amerikane. Në optikën tuaj si avokat dhe aq sa e keni parë këtë lloj raporti deri tani, si e lexoni këtë marrëdhënie mes Edi Ramës dhe administratës së Donald Trump? Sipas meje, të mund që tu ka pas një problem shumë të madh lidhur me ambasadorin e Amerikës në Shqipëri, e cila pra ishte pathuajse nga këmbë dhe deri te koka e korruptuar bashkë me qeverinë shqiptare. Dhe për mendimin tim, ata po e hetojnë si çështje për ta kopsit vetë Amerika dhe për ta sjellë këto. Dhe mbase në inteligjencën e Amerikës e kanë të vështirë të bajnë publike disa prova ose fakte, por duke e larguar nga puna atë ambasadorën, tregon më së miri që diçka nuk ka shku dhe diçka nuk shkon me këtë rast me qeverinë shqiptare. Ka dhe probleme të tjera të cilat është privatizimi në Vlorë, këto gjëra, në Sazan, por edhe këto janë pjesë të cilat do një avashllëk, do një qetësi për këtë punë. Jo se mund të dalin dikush tjetër në i kryeministër që mund t'ja heqë marrëveshjen, mund prish to, po nuk ma thot mendja që e ka kush këtë fuqi për të bërë veprime kundër Amerikës me të pa drejtë, po me drejtë edhe mund ta bëjnë. Po dhe me drejtë është pikë pyetje. Zoti Pietra, të ndalemi pak tek çështja e Arion Veliajt, i cili është rikthyer sërish në skenën mediatike dhe politike, nisur edhe nga shkarkimi i tij nga Këshilli Bashkiak dhe më pas nga vendimi që dha gjykata kushtetuese duke pezulluar dekretin e presidentit, pra gjë e cila ka ngrirë, po themi, edhe zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, disa ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Arion Veliaj është nxjerrë natën nga qelia për ta dërguar diku, por që pa dhënë përcaktime apo detaje të tjera. Ju si e lexoni një deklaratë të tillë, sa e mundur është që një eksponent i tillë politik i lënë në paraburgim të dalë natën apo të nxirret natën nga qelia? Hetimet për Arion Veliajn, për mendimin tim, janë të diktuar automatikisht nga qeveria shqiptare, por ka një gjë. Pse këta nuk duhet merrshin masa nëpërmjet organit akuzës dhe organi i akuzës para mirë ja kërkon te gjykatës largimin e pezullimin nga detyra, siç e bën me çështjet e tjera. Sepse ose këta menduan që nuk na ndërhyn kushte, nuk do na bëjnë keq, si thonë, situata e ndërlikuar, sepse në momentin kur ka filluar hetimet, pra prokuroria, Spaku, do kishte marrë një ndër vendimet arrestin verbal dhe pezullimin nga detyrat të tij. Nuk e bani me qëllim ose pa qëllim as çështje tjetër.